Me kolegun Gjemil Behare në Firë, i cili do na jap informacion më të detajuar. Gjemil, përshëndes. Eneda të përshëndes nga fshati Kreshpa në njësisë administrative Cakran të Bashkisë së Firit. Vetëm pak minuta më parë sapo u zhvillua një protest e banorëve të këtij fshati për çështje bazike të ujit. Ata thonë se historikisht nuk kanë patur ujë në banesat e tyre. Edhe pse 2 herë është investuar dhe janë shtrirë linjat e rrjetit ujësjellës dhe kasat dhe linjat kanë shkuar deri në oborret e banesave të këtij fshati, por nuk janë lidhur me linjë kryesore dhe nuk janë lidhur me depon e furnizimit me ujë. Gjithashtu, i gjithë fshati, pothuajse 1500 banor, 400 familje të 4 lagjeve, mbushin ujë tek vetmja qezëm e këtij fshati që është ndërtuar rreth 120 vjet më parë. Në 1912 është rikonstruktuar në 1968, por është ende gjallë qezma derisa është funksionale dhe furnizon ende me ujë banorët e fshatit. Ata janë ankuar me 10 herë, por ankesat e tyre ka rënë në vesh të shurdhër. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, tashmë banorët e fshatit kanë mbetur vetëm mosha e tretë. Ata thonë se i pagojnë faturat e ujësjellësit, por ujë në banesat e tyre nuk kanë. Dhe kur ka ngritur zërin në komunë për të thënë që neve pse ta pagojmë ujin 2 herë kur nuk kemi në banesë, ata i thonë që do u hidhet kamata dhe do pagoni kamat vonesën, do ani jobën, nuk do u shërbim për dokumentacionet e tjera dhe këto. Gjithsesi, tashmë në përfundim të intervistës, ndërkohë që planet e tjera dhe intervistat e tjera kanë ardhur aty në regjinë e televizionit, unë kam 2 banorë, njëri është 94 vjeç, që mund të na flasin dhe të na thonë për problemin e ujit. Përshëndetje. Po problemin e ujit e kemi keq. Si quheni? Rustem Yrtaj. Rustem, prej sa vitesh e ndjeni mungesën e ujit të pishëm? Po bëjmë 3 vjet. Po. Çojnë andej se çanjomin te ne nuk vjen pik ujë. Ju ku vini që mbushni ujë? Ja, këtu mbush ujë me bidona. Tek çesma. Ne. Kjo çesmë po na mban gjallë ne. Me çfarë vini më mbushni? Me gomar, kam një gomar. Më 13 gomari, unë jam 94 bie, nuk kam me fuqi apo jo. Jeni ankuar ju? Jeni ankuar të? Kam vajtu 3 herë te drejtori. Po. Dhe nuk më ka zgjidhur punë. Po në njësi administrative keni shkuar? Në njësi administrative keni shkuar? Kemi shkuar dhe në atë komunë, nuk na ka zgjidhur punë. Faleminderit. Ja një banor tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Atë për sa vitesh e ndjeni mungesën e ujit të pishëm në rubinetat e banesës? Këtu deri në 2005 ka ardhur ujit, që prun për herë të parë ata u prem. Mbajtëm ja 2 vjet ujë edhe s'ka ardhur ujë me fare. Unë këtë përpjekje që e bëra për këta shokët. Unë e kam shpinë këtu afër, e kam qesmë këtu. Po mirë ti. Më fal. Prandaj edhe atë përpjekje përmjet juve ne bëra për këta. Jo se kush e di. Unë ujë kam. Etë më vi se paguon faturën kot. Juve u vjen ujë nga ujësjellësi? Fare, në qa ujësjellësi s'ka ujë, edhe që kam qesmë këtu, unë e kam pusin. Faturat ja pagoni ujin? Unë e kam pre linje gjatë herën edhe nuk ka shume. Bashkëtar tuaj e pagojnë? E pagojnë. I pagojnë ata, po sa shuaj tipo kamat. A muaj për muaj janë shtohet në 3-4.000 lekë, ja këta. Pagojnë në 22.000 lekë në muajt këta edhe s'ka ujë. Se këta vujnë atje, po unë tash e kam shpinë këtu afër. Se kam marrim dhe një banor tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Na thoni 2 fjalë. Për mungesën e ujit të pishëm, si e keni zgjidhur? Ku merrni ujë? Ne kemi hapur puse. Eshi pishëm gatuani? Jo, për të gatuar, për të pirë mbushim këtu. Nuk të shezmë këtu, me halvan, si të nazari halli. Se në shtete jojnë. Rritu ujësjellësi keni, jeni lidhur? Te që shikoni ju që kanë dhirë këtu ata, janë bërë 2 herë poshtë ato, kjo është e treta. Po ujë nuk ka. Pra, shtrotë rrjeti. Rrjete, po atë punë kanë një 3-4 vjetë, hapjen rrjete. Disa për t'i lidhur me familje? Jo, s'bevaki. Po me depon, me magjistratin janë lidhur? Qa depo thua ti, të të depot ati e ti, në që u ben ato, se ujë s'vajti asë njerë. Juve, kur vini në komuni, pagoni faturat e ujtë? S'kam bëj lidhje, qa lidhje do bëj? Jo, faturat ja pagoni? S'kam bëj lidhje se s'ka ardhur ujtë, tash jam e pusë. Drita që janë këto djeha, këto i paguaj. Për sa do paguaj? Nuk në avion asin gjeshtë. Shpurt. Ne në ka lënë bas këravet. Ne si fshatarë.
Që ju na ka dhënë ai çik tokë, kështu e thonë ushqeu. Ujë për vaditje jo, për të pirë jo. Ne çdo familje ka vetëm pusin, secili për veten e tij është kurt. Ja dhe një banor tjetër. Si duket jemi live, po na ndjekin edhe po vinë një nga një. Si Po mire, po një nga një, po edhe kështu s'bet. Shikoj, pjet ujë tue. Në këtë shtet që kemi ne, pjet ujë, s'kam ujë mbanes fare. Ka qëtë sa qypa aty ata. E na në copë zorë. Pse kështu e bat popli. Eshi pak rëna ju popli, o mik. Eshi... Na i marri, nësi sa i marri. Tera e. Ujë s'kemi. Ja, ka ujë, hade, ik, shiko. Se e pagoni ujën? Po eshe treta e, po... Të rrugë, kështu eshe Evropa, kështu do futemi në Evropë ne. Shiko si e ka bere, shiko. Eshe jo banes këtej. Jo banor. Jo na me djesën e ballit. A i tallet atje. Me popli këtu. Po tallet, are. Tallet. Jeni ankon do një për mungesën... Po qaj gjithmonë, ja, sa që vini ju të media, bere qafës juve. Ja, jemi të kërraqë, vetëm na ju. Vetëm na ju që i interesoj qik. Shikoj, rrugë e kjo. Kështu e ka bota rrugën, Evropa. Pasaj na këtu e këtej 5 metrë rrugë. Eshtë popullësia deri në fundë. O be, o shtroj, o mos e shtrofane. Po gjunaj, ajo qesë po be, gjikone Austrisë, o mikë. Gjikone Austrisë, ajo qesë ma tije. Fatë qesë ma në... Po edhe mund thajet, po që e thëtë sire madhe. E mund thajet. Po shiko këtu tje, shikoj, shteti jonë, shikoj. Shtete, shikoj. Po për s'dua unë të ashtu edhe, po unë shikoj këte realitet. Ose dilem poshtë atje. Shikoj, ne nuk i kërkojmë as gjetje, as buka, as tujt, ne ripemi me djersën tonë, e marim kër bukë. Po këto elementare. Në qovë se tha qesë me fshati, ku do mbushin? Në liqen të Frakullës. Kemi një liqen atje ne, është Pipse. Pipse jo se vadisi që ka dati. Po gjëta, 2026. 3 popli pa uje. Pra, Enida, këto janë opinionet e banorëve të fshatit të Kreshpajnë, të cilët u mblodhën paraditën e sotme për problemin jetik atë të ujtë të pishëm në banesat e tyre, ku komuna ka shtruar, si shtanë banorët, 2 herë rritrin ujësjelës dhe kjo është e 3 herë, dhe përsëri lidhja nuk është bërë në banesat që të kenë në rubinetat e banesave të tyre. Por përsëri lidhe mbushin të sasia e ujt dhe në qoftë se arrin që ajo tha dhe nuk nxjerr ujë në gjatë e saj të këtij burimi të kjo çesme do detyrojnë pastaj të vinë në rezervuarin e Frakullës që të marrin ujë atje pra për të gatuar apo për të pirë siç e thanë vetë banorët. E qartë. Mirë, Xhamil, falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përsollët drejt për së drejtë. Faleminderit juve.